Vetëpëlqimi është një prej smundjeve të zemrës që goditet me të njeriu, qoftë besimtar, qoftë po besimtar, e që i bjen mes me qenë falenderus ndaj Allahut për mirësitë e dhuruara dhe çdo mirësi ja trebu arritjeve tua personale. Me thonë për shembull, unë e kam bërë, unë kam arrit me dijen tëm, arrita këtu me mundin tëm dhe mos me qenë falenderus ndaj Allahut azza wa jall. Na vëlla bojare, prej mësimeve fetare, e kuptojnë se nuk mujna me bo asnjë lëvizje të syrit pa ndihmën dhe lejen e Zotit. E lërë ma diçka më të madhe. Krejt kjo që e kena është dhëmti prej Allahut azza wa jall. Siç thot Allahu, "Wa ma min ni'matin illa min indillah", nuk ka mirësi që ju posedoni veç është prej Allahut të lartësuar. Ndaj prej këtu theme se vetëpëlqim është atribut për vete, edhe me ju këtu cilësimi thonë se janë mirësitë Allahut, si dhe me u krenu me gjëra që nuk posedon. Ka shumë njerëz që posedojnë disa gjëra, po disa tjera i shtojnë apo janë veshin njerëzit dhe ata i pranojnë. Për shembull, nëse flasim për njëri ditën, është i ditën në disa aspekte, njerëz për rreth mendojnë se është i ditën në gjitha aspektet dhe ai hesht e pranon, edhe kjo një lloj vetëpëlqimi i pa pranuar si smundja e zemrës dhe që do të ketë pasoja në ditën e takimit me Allahun. Rreziku i vetëpëlqimit është se e shkatron sinqeritetin. Pastaj njeri nuk vepron për Zotin, po vepron gjëra për vete, e merr veten si të adhuruar. Ashtu siç thot Allahu, "Wa man ittakhadha ilahahu hawa fadalla an sabilihi", ai që e merr për të adhuruar veten e tij, ka devijuar nga rruga e jam, nga rruga e Zotit. Pra çdo gjë e bën për krenari, çdo gjë e bën për me marr simpati për njerëzve, me marr prani tek njerëzit, lodhet shumë me ju bo njerëzve shefin. As nuk është mos që jeton për kënaqësi të veten, as nuk është që punon për Zotin. Krejt këto e bën për njerëz dhe për këtë kategori Sufjan Thauri rahimahullah, ky imam i nderuar, thoshte: "O ju që nuk jeni të sinqert dhe ju pëlqen vetja, se çfarë veproni, mos u lodhni kot, se gjithë ajo që veproni do të jetë kundra jush në ditën e takimit me Allahun."